Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin e përjavshëm Aromë Shkodre. Sonte kemi një natë shumë të magjishme dhe këse e bën tema që kemi zgjedhur dhe personazh që ka ardhur për të folur rreth saj. Me siguri do pyesni Kozeta të gjitha temat, kështu i ke trajtuar, ke thënë janë shumë të veçanta, por kjo është super e veçantë. Dhe duhet ta quaj fat që studiuesi Mondi Vllashaj, mirë se erdhe në emision. Ke ardhur për një temë shumë delikate, nuk e kemi trajtuar asnjëherë në emisionin Aromë Shkodre. Videot dhe postimet e vazhdueshme tuaja në rrjetet sociale na kanë bërë për vete, i kemi ndjekur ato hap pas hapi në çdo postim dhe ja u bën ftesën për të ardhur dhe në Shkodër. Nuk e di nëse keni pasur një mundësi tjetër për të ardhur në Shkodër, jo si vizitor, por në ndonjë studio televizive për të folur për bioenergjinë. Bioenergjia është tema që do trajtojmë sonte. Hera para, po jo? Hera parë. Zakonisht në vinë Shkodër shpesh, se kam shumë miq, kaloj mirë, shkodranët janë shumë bujar, edhe shumë njerëz të mirë, me energji jashtëzakonisht mirë, por është hera parë që vi me fol për bioenergjinë në një studio televizive. Okej, është një temë shumë e gjerë dhe ne nuk marrim përsipër ta analizojmë ato nga fillimi deri në fund. Do donim fillimisht t'u bënim të qartë, ata që kanë parë videon me siguri bëjnë lidhje nëse përse do të flasim. Edhe sa mirë, çfarë gjërash të tjera interesante do thuhen sonte në emisionin Aromë Shkodre, por do ishte mirë që në hyrje për një audiencë që futet për herë të parë dhe dëgjon për temën bioenergjia. Çfarë është ajo konkretisht dhe përse duhet na interesojë ne si njerëz? Po, bioenergjia është një energji që përcjellet kudo te çdo krijesë, te njerëzit po edhe krijesat e tjera. Nga burimi, ne burimin besojmë si krijuesi gjithçka që ekziston. Ka njerëz që besojnë si Allahu, ka njerëz që besojnë si Perëndia, Zoti, sikur ta besojnë, sikur ta ndjejnë. Po krijuesi gjithçka që ekziston ka krijuar dhe ka përcjell, edhe përcjell vazhdimisht energji te çdo krijesë, te njerëzit, te bimt, te pemt, te kafsht, te gurt, kudo në planete, në krijesat nga më të ndryshme që ne i dim edhe nuk i dim, që duken edhe nuk duken. Pra është një energji që përndryshe në përstudimet ndryshme në Evropë, pjesën perëndimore quhet quintessenca ose elementi 5, pra janë 4 elementet. Përfshihet këtu edhe elementi 5 që është i padukshëm, që është energjia që ndihet, por nuk duket. Por ndryshe në vende të tjera, për shembull, quhet edhe biofield ose biofusha, ose për ndryshe energjia universale. Ka etiketime të ndryshme, emërtime të ndryshme, po përfshihet me fjalën bioenergji ose energjia universale. Okej, një besimtar e pëlqen bioenergjinë apo e kundërshton që në të parën? Një besimtar, po thu një besimtar i devotshëm, i besimi musliman, katolik, ortodoks. Fjala besimtar është fjalë shumë e madhe, edhe besimtar ka shumë në disa fe, por ndryshe ka edhe fetar. Fetar edhe besimtar ka herë përkojnë, ka herë edhe janë ndryshe, por besimtarët ata njehen sepse kur falen, kur luten, kur komunikojnë me krijuesin, ato njehen lëvizjen e energjisë. Përmirësimin e energjisë tyre, rritjen e energjisë tyre, përmbushjen e atyre lutjeve që e kanë drejtuar krijuesit. Ja dedikojnë krijuesit. Po patjetër, po. Ne po flasim për një energji që e kalon konceptin thjesht krijues, apo jo? Jo. Jemi te energjia që është atributi i krijuesit. Është produkti i krijuesit, del prej burimit, është drita dhe energjia që del prej burimit, kalon kudo te çdo krijesë, edhe shkon pastaj prapë në burim, purifikohet, çarkullon gjithë kohën. Kjo është energjia. Lëvizja e energjisë diktohet nga njerëzit, nga aftësia e tyre për ta pasur, për ta kuptuar që e kanë, si duhet ta? Energjia, sikur e thash, ekziston. Nuk është se ekziston prej njerëzve, ekziston prej krijuesit. Mirë po, mund të arrisësh energjinë te vetja jote përmes disa metodave, teknikave, besimit kryesisht. Në momentin që ti je te besimi te krijuesi, fillon të rritet frekuenca jote, rriten frekuencat e tua. Në moment që rritin frekuencat tuaja, ti njen më shumë energji te trupi jot, te shpirti, te gjithë çënia jote. Në moment që ti arrin dhe krijon njëshmërinë dhe plotshmërinë me krijuesin, çfarë do thotë njëshmëri dhe plotshmëri me krijuesin? Në moment që ti falesh, mediton, bën përsëritje, ka metoda nga më të ndryshme, lutesh, atëherë e rrit praninë e energjisë krijuesit te vetja jote, rrit edhe praninë e dritës te vetja jote. Në moment që arrit edhe praninë e dritës, edhe të energjisë, atëherë fillon edhe të vendoset në njëshmëri, në një linjë direkt energjie, në një kanal direkt energjie,
shpirti jot, mendohet se prej dietarëve, studiuesve të bioenergjisë që shpirti e ka, po themi, banesën të gjithë trupi, po kryesisht te zona midis stomakut dhe zemrës. Ne i themi gropa e zemrës në gjuhën popullore, edhe ku jemi as njëshëm ne si për ta ditë se janë këtu apo jo, domethënë. Momentin që ne kemi momente të vështira në jetë dhe jemi në dilema, në kohë dilemash, kemi për të bërë një zgjidhje midis dy apo më shumë varianteve. Kur bëjmë një zgjidhje që është pozitive, që është sipas vullnetit krijuesit, që është ajo që është në njëshmëri edhe në plotshmëri me krijuesin, ndihesh mirë, ndihesh me energji të mirë, ndihesh entuziast, me humor të mirë, me vetbesim, me besim te krijuesi, me besim te e tashmja, te ardhshmja e kështu me radhë. Moment që ti bën një zgjidhje që nuk është fort e mirë edhe sa sipas vullnetit krijuesit, pra sa sipas asaj që ka dashur krijuesi për ty, atëherë ndihesh ngusht, ndihesh vështirësi, ndihesh sikur ti je edhe i smur, edhe në probleme. Atëherë fillon të ngushtohet kjo këtu. Pra, të fillon të ngushton frymëmarrjen. Moment që kjo pjesa këtu, që është drita, aktivizohet, atëherë shkon sipër lart të zemrës. Zemra është një fuqi e jashtëzakonshme elektromagnetike që ka një përcjellje frekuencë shumë më të lartë se sa vetë mendja. I pjesë e mirë e njerëzve i mshojnë më shumë mentalizmit edhe mendjes. Mendjen e bëjnë pikë referencit edhe pikë referimit për gjithçka. Faktikisht zemra është ajo që ka më shumë fuqi elektromagnetike. Ama te pjesa shpirtërore të spiritualizmit, shpirti është ai që vën lëvizje gjithçka. Shpirti është ai që vën lëvizje edhe zemrën, edhe mendjen, edhe aurën, edhe gjithë qenjen, vën lëvizje edhe materien. Sepse në momentin që ne manifestojmë të kundërtën, ne përpiqemi përmes mendjes të gjejmë zgjidhjen dhe nuk pyesim zemrën, se disa thon po pyetë zemrën do gabosh faktikisht. Jo. Ndodhe kundërta. E kundërta ndodh. Shumica e njerëzve edhe te pjesa e manifestimit, domethënë kur duan të manifestojnë dhe të ato shprehin ato dëshirat e veta dhe të realizojnë ato dëshirat e veta, synojnë shumë me mendje, bëjnë gjithçka, me plane. Po. Mendja ka plane. Po, nxjerrim edhe skica. Ka agenda. Bëjmë edhe plane të vërteta. Krijon prishmëri, krijon pretendime. Po. Rrit ambicien. I do gjërat me do e mos, me patjetër. Nuk e njeh vullnetin e Zotit. Edhe në moment që kur ato gjëra janë me do e mos edhe nuk janë sipas vullnetit të Zotit, atëherë pastaj fillon edhe dëshpërimi, sepse nuk u realizojnë ato gjërat, e kupton? Fillon edhe smurja, sepse kur dëshpërohesh edhe smuresh, pastaj edhe bën frekuenca të ulta. Po, është vërtet. E menaxhojmë dot këtë energjinë ne? Nëse do duam të dalim nga një problematik? Nëse i referohemi njëshmërisë dhe plotshmërisë me krijuesin, po. Si mund ta bëjmë? Që do thot një ateist nuk do që të besoj për shembull te krijuesi, po thot që okay, po e pranoj faktin që ka një energji sepse unë pranoj ekzistencën e planeteve dhe i tillë është universi dhe supozohet pas ka një energji, një ateist ka këtë? Nëse një ateist beson edhe te planetet, ka shku përtej. Pra, ka shku përtej materiës që ka kështu afër vetes, ka shku i çik më përtej. Po. Ai patjetër ka me zgjedhë edhe Zotin. Ka me zgjedhë edhe krijuesin. Ka me zgjedhë edhe se si funksionon edhe energjia universale, po përmes krijuesit. Kështu që ai ateist Ti do të bie rrugës pak më gjatë. Është i çik çështje kohe, por nuk do jetë më ateist. Qartë. Do të ndryshoj konceptin. Do të ndryshoj patjetër sepse arrim e kuptuar se pra njeriu e menaxhon. Domethënë se krijohet kjo. Krijimi i gjithë kësaj gjithësie është vepër e një intelegjence të jashtëzakonshme, që është krijuesi gjithçka që ekziston. Që nuk ka shok, nuk ka ortak, nuk ka një dytë, nuk ka një të para, është vetëm ai. Domethënë, avash shkon, çdo ateist ka për shkuar këtë rrugë. Po, besat Einstein thotë dikur, çdo gjë është relative. Vetëm diçka është absolute, që çdo gjë është relative. Pra, edhe besimi, gjëra mund të ndryshojnë, pra nëse besimi në materie i këtij ateistit, që shkon përtej materias që është përreth tij, pra përtej gardhit vet apo konceptet të egos të tij, shkon deri te planetet, po shkoj deri te planetet, garantoj se shkon deri te Zoti ka përshku. Si mund ta menaxhojë njeriu energjinë? Dhe është i vetëdijshëm ai që mund ta menaxhojë? Po ka një shkallë që është një shkallë emocionale, domethënë një shkallë frekuencash emocionale, shpirtërore edhe emocionale, edhe po ashtu edhe të energjisë që po themi klasifikon energjinë e një personi, domethënë. Edhe pak njerëz edhe janë ndjeni, po ka shumë që nuk janë ndjeni, po unë pa përcjellë si informacion, domethënë është një shkallë që fillon që te frekuenca më ulët, që është rreth 25 Hz,
pra matet me hertz kjo frekuencë. Po, si e ndjen këtë frekuencë? Po, kur je në frekuencë të ulët, për shumë, pikës pari nuk ke energji, je i plogësht, ke ankth, ke frikë, ke probleme shëndetësore, sepse deri në 50 Hz, në këto frekuencë të ulta, njerëzit po ranë nën 50 Hz do bien direkt edhe në probleme fizike pastaj, edhe në probleme shëndetësore fizike. Smurën, fillojnë edhe smundjet e rënda, fillojnë smundjet më të thjeshta herë më përpara, pastaj bien edhe në smundjet e rënda. Këtu ku çfarë është karakteristike? Karakteristike është kompleksi ndjenjës faj në 25 Hz. Pra ti e vën fajin vetes, si rradh parë, e mbulon me faj, e mbyt me faj veten, e mbyt me faj për gjëra nga më të ndryshme, domethënë, të jetës tënde, të tjerëve, e ngarkon veten me faj më tepër sa duhet e kështu me radhë. Kompleksi ndjenjës faj duke i vendosur edhe fajin edhe të tjerëve. Për çështjet që lidhen me jetën tënde, ti vendos fajin prindve, sikur e bëm diskutim më parë, që është prapë ego kur ti vendos fajin tjerëve apo rrethanave apo. Si shkon pak me karakterin apo njeriu duhet luftoj kundër karakterit të tij? Kjo faktikisht mund të jetë një karakteristikë e njerëzve që janë në frekuencë të ulët ose që s'ka lidhje shumë me karakterin se sa me frekuencët, me nivelin e energjisë dhe me nivelin e rritjes shpirtërore që është ai person. Pra në momentin që ti mundesh me ikë edhe po them se si po ju tregoj më se edhe si mundesh me ikë ndjenjës faj, domethënë, se si mundesh me ushtru për kësaj barre të rënd. Si, konkretisht. Po na ka dhënë Zoti dy elemente të jashtëzakonshme. Neve si krijesa që jemi krijesa të privilegjuar të Zotit. Një është verdikti i lirisë, i vullnetit të lirë, me zgjedhje të mirën apo jo të mirën, veç neve na ka dhënë atë mundësi. Engjëjt që janë krijesa shumë më perfekte se ne, nuk e ka dhënë atë mundësi. Engjëjt nuk mundën me zgjedhje mirë apo jo mirë, ato thjesht zbatojnë porositë e Zotit, direkt. Qartë. Thjesht janë zbatues porositë. Kurse ne jo, ne mundemi me zgjedhje mirë dhe jo mirë. Kemi sa dush raste dilemash në jetë, që zgjedhim ndoshta jo mirë. Bajmë pasojë sepse është gjithçka në univers e lidhur me shkak pasojë. Do bajmë edhe karmat tona. Amo ne e patëm lirinë me zgjedhje. E aty kishim mundësi me zgjedhje, mirë dhe jo mirë, zgjedhëm atë që ne mendum, ose ne që e besum ose që ishim atë nivel. Krahas kësaj verdiktit të vullnetit lirë, kemi edhe favorin tjetër prej Zotit, privilegjin tjetër prej Zotit që e kemi mundësinë e pastrimit të çdo lloj gabimi që kemi bërë, fajt, padrejtësie, apo një vendimi që kemi marrë të pasakt, pa drejt, gabushëm e kështu me radhë, duke u penduar para Zotit, duke kërkuar falje para Zotit. Në momentin që një njeri me sinqeritet plot, me pendim të thellë shpirtëror, kërkon falje para Zotit, herë e çlirohet në mënyrë të jashtëzakonshme. Njerëzit që janë besimtarë e dinë se çfarë ndodh. Në momentin që ashtu ti fillon edhe çlirohesh ndoshta edhe me ngashërim. Ngashërim pra duke çfarë, e kupton. Pa është një farë çlirimi kjo. Në momentin që ne pendohemi para Zotit, herë fillojmë të çlirohemi për këtyre frekuencave të ulta, edhe dalin frekuenca shumë më të larta. Dalin frekuenca të larta, po dalin frekuenca të larta, përparojmë frekuencë, rritemi shpirtërisht, zhvillohemi shpirtërisht, po edhe shërohemi. Edhe shërohemi pikës parë shpirtërisht edhe në aspektin e energjisë, pastaj edhe fizikisht. Moment që njerëzit janë në frekuencë të ulët, ndryshimi i frekuencës mund të sfidojë edhe përdorimin e ilaçeve për sëmundje të ndryshme? Ndryshimi i frekuencës për shembull mund të përfshijë edhe përdorimin e ilaçeve të duhura, të sakta, edhe konsulencën e dijen e mjekëve të saktë, të duhur, të specializuar, përfshin, nuk mund të përjashtojë asgjë. Për atë smundje ose atë vështirësi që ka ai person. Për shembull në rastin e një njeriu që ka një diabet, po themi. Po. Unë kam kaluar diabetin para 12 vitesh. Edhe ishin rrethanet aty dhe jetësore ose mund të kenë edhe një pjesë atyre sprova që kanë pas me kaluar një jetë, që rash në diabet, domethënë. Edhe në lutje thellë, si ishin ato rrethanet që unë nuk mund të shkoja as në spitale, si isha jashtë kështu më radhë, isha me atë lloj statusi që nuk i kisha dokumentet e tjera. Edhe në lutje thellë i lutem Zotit që të më jepte një udhëzim i dritë se ku mund të gjejë shërim. Edhe më rastis në atë kohë, domethënë që më vjen në vegim bari i grurit, lëngu i barit grurit. Edhe më duket gjëja e çuditshme, domethënë si diçka pa lidhje, kupton, edhe ashtu edhe madje pastaj më lexu një 3-4 muaj rresht, derisa e zgjeta këtë lloj praktike shëruese që kanë përdorur me mira vite popujt më të, domethënë më zhvilluar të botës. Edhe kryesisht ishte si karakteristikë te hebrejt,
të familjet hebreje, që përdorin shumë edhe për shërim të smundjeve të ndryshme. Po, çfarë bëre se kemi shumë diabetik në Shkodër? Po, ja po ju tregoj. E gjitha pastaj edhe të familjet e pasura arabe, e gjitha pastaj edhe si përdorim të familjet më të pasura edhe të familja paranorake në Japoni, e gjitha edhe në vendet nordike. Është gruri që përdoret, po gruri duhet zgjedhet fara që është bio, që është pa trajtuar me nitrate dhe pa kimikate, pa pesticide kështu me radhë, domethënë. E vendos grurin në një enë me ujë, kryesisht kavanos Celsit mund të jetë ai. Për 24 orë të para vendos në ujë të vakët, e mbulon me një copë. Po të jetë një copë lini ose leshe janë shumë më mirë sepse frekuenca e linit edhe leshit do flasim më për këto, domethënë është shumë e lartë, edhe nikon pastaj edhe në fuqinë shëruese të barit pastaj që do dalë prej kësaj farës. Për 24 orë lënë ashtu të mbuluar, edhe krijohet errësira për të krijuar pastaj atë procesin e fotosintezës që është bën të mundur daljen e këtij embrionit të bardhë, sythit bardhë. Pas tyre 24 orëve, 12 orë të ardhshme e ndron çdo 3 orë ja ndron ujin. Prapë në atë kavanosë. Po me ujë me temperaturë ambiente tani. 4 herë nga 3 orë. Pas tyre 12 orëve tjera, atëherë ti e merr farën edhe e shtron në ose një pjatancë, po dikun që të ketë edhe hapësirë për me kullu lagështira, domethënë. Edhe do ta mbulosh prapë. Nuk ka nevojë për dhe, tjerët mund ta vendosin edhe në dhe, por nuk ka nevojë fare për dhe, sepse për ato 7 ditë kjo farë nuk ka nevojë për dhe. Sepse gjithat energjinë e diellit, tokës, të ajrit, edhe të energjisë universale, të elementit 5 ju thash më përpara, që e ka akumuluar te bima, pastaj te ajo farë, fillon të shpërthen aty dhe e ka prapë të akumuluar për ato 7 ditë. Bima për ato 7 ditë e para ka fuqi shëruese të jashtëzakonshme. Pas 7 ditëve, bima tash është e programuar që e strukturuar që të kujdeset për bimën e lartë pastaj të madhe në vazhdim. Edhe s'ka më fuqi shëruese. Ne e shfrytëzojmë te ky 7 dish i parë. 7 dishin e parë, domethënë ato 2-3 ditë e para e mbulojmë. Fillojnë edhe dalin filiza si të bardha dhe të verdhë. Pastaj bëhet jeshil, bëhet i gjelbërt ai. Ditën e 4, 5, 6, 7 bëhet i gjelbërt. Ditën e 5, 6 ose 7 që është i gjelbërt, mund ta korrim me gërshër, sepse është kaq, është i 5 cm deri në 7 cm, 8 cm mund të shkojë. Edhe e lënja 5 minuta ose në ujë me sodë bikarbon për ta pastruar prej myku të mundshëm e tjerë, po ose e vendos edhe në një solucion me ujë dhe me argjend koloidal, me tretësirën e argjendit. Tretësira e argjendit e largon në mënyrë të jashtëzakonshme mykun, domethënë. Edhe pastaj e vendos në një makinetë, si është kjo pak a shumë si makina e mishit që e shtrydh me xhiro shumë të avashta. Xhiro të avashta në mënyrë që mos shkojë temperatura mbi 40 gradë, mbi 42 gradë. Mbi 42 gradë trupi i njeriu e njeh si jo gjallë. Çdo lloj produkti ushqimi dhe substance. Në 42 gradë e njeh si gjallë, sepse vetë trupi i njeriu kur është të rreth afërsisht të 42 gradë është gjallë. Mbi 42 gradë trupi i njeriu nuk është më gjallë. Edhe e merr dhe e konsumon në atë lëngun, 10 gram për çdo vakt, jo më tepër sa 10 gram. Njerëzit që kanë probleme shëndetësore të theksuara, për shembull, që kanë krahas diabetit, mund të kenë edhe probleme tensioni me zemrën e tjerë, duhet patjetër konsult me mjekun. Edhe ato njerëz që kanë probleme me diabetin dhe nuk i kanë këto probleme të tjera, me patjetër konsult me mjekun e tyre. Sepse mjeku i tyre pastaj mund të caktojë edhe dozimin, ka nevojë për 10 gram, ka nevojë për 5 gram për çdo vakt, a ka nevojë për E rekomandojnë këtë mjekët tanë? Kam përshtypjen që jo. Në eksperiencën time jetësore, për shembull, kam jetuar një 3 vite edhe në Zagreb, në Kroaci. Edhe aty kisha i dyqan healthy, domethënë produkte të shnetshme, mund të në Zagrebi, domethënë. Edhe ajo që ishte best seller, që ishte produkti që shitej më shumë te ky dyqani jon. Ishte pikërisht kjo. Ishte lëngu i barit grurit. Edhe kryesisht kush e merrnin? E merrnin tritë dhe trejet që shkonin në palestër, edhe kujdeseshin për trupin, sepse ishte një pije energjike bio, pa asnjë lloj konservanti, pa asnjë lloj problemi tjetër, pa asnjë lloj ndikimi negativ veç pozitiv. Edhe kush ishte tjetër? Njerëz tjerë ishin njerëzit që vurin prej smundjeve të rënda, edhe ne i dërgonin direkt profesor doktorët e onkologjikut të Zagrebit, ne i dërgonin direkt te ne. Po ashtu edhe njerëzit që kishin probleme me diabetin. Kryesisht ishin pronarët e furrave të Bukës, edhe kryesisht kosovar me origjinë atje në Zagreb, edhe pronarët e dyqanet akullorëve dhe të ëmbëlsirave që ishin kryesisht shqiptarë të Maqedonisë, që kishin shumë probleme me sheqerin. Gjeni domethënë
trajtim të jashtëzakonshëm edhe ishte ju e keni përdorur të për sa kohë? Keni përdorur dhe tashmë ju nuk keni fare diabet? Jo, s'kam fare. Edhe për 6 muaj unë kam heqë diabetin, domethënë. Vetëm me këtë, pa përdorur medikamente të tjera? Jo, s'kam përdorur fare me medikamente. Jo. Po. Shumë befasuese kjo. Okej, edhe diçka tjetër, domethënë. Lëngun e barit grurit mund ta provoj kush do në familjen e vet. Domethënë nuk është diçka që unë e shes ose dikush e shet. S'ka nevojë hiç. Mund ta provoj secili në familjen e vet, në shtëpinë e vet, një ambient të mbrëmshëm aty. Me pas kujdes të jetë vendi edhe aerosin, pallin ditën të hapin drejtarët edhe të aerosit, në mënyrë që mos të kapë myk për diferencave të ndryshme të temperaturës brenda dhe jashtë. Edhe mund ta bëjë secili në ama këto që janë smur duhet kujdesen patjetër me fol me mjekun. Po. Se mjeku është ai që konsulton. Duke qenë se jeni studiues dhe merrni me bioenergjinë, ju e përgatisni vetë dhe e keni dhe mund ta konsumojnë sepse dikush ka angazhime shumë dhe nuk arrin që ta prodhon. Ju vetë? Unë po e prodhoj vetë, po konsumoj vetë. Edhe bile edhe këto në 2-3 javë jam i zonë se kam 3-4 shokë që ma kanë porosit. Okej, pra. Por ama, do të thonë unë e përcjellit gjithmonë edhe në ato komunikimet e mia live, e përcjellit edhe mënyrën se si. Informacion për ndoshta nuk keni në fazën e përgatitjes, si prodhohet ose si përgatitet edhe bën shumë kollaj. Okej. Nuk e ke këtë makinetën, po mund ta bash në blender po me xhiro ta vashte. Le të qëndrojmë edhe më shumë tek tema e shërimit të bioenergjisë, sepse këtu na dhëm të gjithë. Jo vetëm tek sëmundjet, por edhe tek gjendje emocionale të ndryshme, aftësia që kanë njerëzit. Për shembull, na ndodh shumë shpesh që të qëndrojmë me X persona pa hapur ata gojën fare, kemi një lloj trishtimi, e ndjejmë që për 10 minuta do rri, pastaj do iki, pra nuk është ajo dëshira për qëndruar, edhe pse personi s'bën asgjë, domethënë të tillë. Mos ndoshta ka të bëjë me këtë energjinë që ne nuk e shpjegojmë dot me fjalë, por e ndjejmë. Po shiko, ka njerëz për shkak që me vetdije janë në frekuenca të ulta. Me vetdije dhe me binje. Janë pothuajse ato njerëz që janë toksik, po quajmë egoista, narcisista. Që nuk shëron asnjëherë, po që janë pjesë e kolektiveve tona gjithmonë. I bajnë nis me egos shumë, egos vet, janë te narcisizmi. Janë për te narcisizmit janë te triada azez. Triada azez nuk ka vetëm narcisizmin dhe egocentrizmin, po ka edhe makiavelizmin brenda. Ka edhe një shprehje që s'du fort me ashtu me përmend, po psikopatin. Po. Që janë gjendje të caktuara pastaj që futen edhe te gjendje shëndetësore të mendjes së trurit. Megjithatë, po ka njerëz që nuk e kanë këtë vetdije, edhe nuk i bëjnë me qëllim. Po thjesht ato mund të duke përjetuar një situatë vështirë në jetën e tyre, janë nënkth, janë frikë, janë të kompleksit e fajit, sikur i thash, janë të kompleksit e turpit prapë që janë poshtë 50 Hz, edhe aty nëse janë poshtë 50 Hz, ato veç marrin energji, nuk të japin energji. Në moment që je në një ambient mirë, me njerëz pozitiv, me njerëz të mirë, ato marrin dhe japin energji. Pra, ato shkëmbejnë energji. Në moment që shkëmbehet energji, ti nuk njihesh ashtu i rënë, i shkarkuar baterish, po themi domosdoshmë, i rënë për energji. Sepse ti ke dhënë, po edhe ke marr. Ndërkohë, me këto njerëz që janë këto frekuencat e ulta, nuk ke marr, ose mund të kesh marr pastaj edhe minus, edhe energji minus. Këto ka disa zgjidhje, për shembull, zgjidhja e parë është edhe të komunikosh me krijuesin me zërin tënd të brendshëm për mbrojtje, për pastrim energjetik edhe për mbrojtje. Në bioenergjinë kemi dijet e alkimisë shenjtë që ndihmojnë shumë, janë 72 kodet e shenjta që erdhën përmes Mojsiut, profetit Mojsi. Edhe dijet e shenjta që erdhën përmes profetit Solomon ose profetit Sulejman alayhis salam ose Musa alayhis salam që është Mojsiu. Edhe po këta janë dije që domethënë i kanë një pjesë e njerëzve, nuk i kanë gjithë, domethënë sepse varet edhe aty te niveli frekuencor se ku i je, që ai meriton ose i meriton këtë dije. Nuk është as kërkush që e cakton se kush i meriton apo kush nuk i meriton, por Zoti edhe ti vetë që e cakton edhe pastaj të vjen ajo dije. Në moment që nuk je te këto dije, atëherë përmes lutjes po edhe përmes alkimisë. Çfarë do të thotë alkimi? Është arti i transformimit dhe rritjes në vlerë. Si mund t'i bësh ti alkimi një njeriu që është egoist atje, po egocentrist apo narcisist? Thjesht me zërin tënd të mendshëm i përcjell urim. Përmes urimit. Urimi është gjë shumë e fortë, është kod. Domethënë vjen prej fjalës ur. Ur nuk vjen vetëm urimi, vjen durimi, vjen urata, vjen urtësia. Po dush në rastin për shembull të besimtarëve musliman, Kur'an është ka fjalën ur brenda. Pra është një ur midis shenjtës edhe realitetit fizik. Në moment që ti përcjell me urim, fjalët më të mira, frekuencat më të mira, uroj mirësi, uroj mirënjohje, dritë, shërim, bollek, begati, mrekulli.
pa pas nevojë fare me thënë për ty vetëm me qasjen të ai person, jo me zërin e jashtëm, po thjesht me zërin e brendshëm. Duke pas qasjen të ai person, ai fillon dhe transformohet dhe rritet në vlerë, rritet në frekuencë. Fillon të zbutet, mund të jetë shumë agresiv, fillon të zbutet. Kam pas sa dush raste për shembull që përcjellë këtë lloj energjie me këtë lloj metode dhe përcjellë te na tregoni disa raste sa shumë përshtatshme konkretisht për shembull, tavolinë. Po. Edhe pa emra nëse na sillni një shembull. Po ka raste për shembull kur njerëzit mund të kesh edhe në distancë po themi me qindra metra, edhe vetëm thjesht me qasje e ndjen energjinë. Po, edhe i përcjell energji të mirë, po prej krijuesit. Kërkon leje krijuesit përpara, me lejen tonë, mendimin tonë, o Zoti i Madh, o krijuesi gjithçka që ekziston, më lejo që ta ndihmoj këtë njerëz që të transformohet dhe të rritet në frekuencë. Edhe i përcjell këto urimet. Po urimet janë kode. Kur ti thu mirësi, është një kod. Kur i thu mirënjohje, kur thu dritë, po çka ke thënë dritë? Kur ke thënë dritë, ti ke thënë gjithçka, se drita është vetë krijuesi. Pra, përcjelljen e gjithë kësaj energjie të ai person. Fillon edhe ju këtë aftësi si e fituat? Ndoshta kjo është një dije që ka ardhur edhe prej projektimit të jetëve të tjera në këtë jetë, ka ardhur përcjellën në këtë jetë. Ndoshta edhe prej projektimeve në këtë jetë, po unë që fëmijë kam pas këtë lloj të jetë dhe këtë lloj komunikimi që ka qenë për mua ka qenë krejt normal, po për dikant tjetër mund të jetë edhe diçka e veçantë unikale që ose specifike, komunikim me krijuesin e gjithçka që ekziston. Ky dialog që bëhet me zërin tënd të mbrëmshëm, në lutje, në përsëritje. Që është përsëritja, për shembull, përsëritja nuk është vetëm thjesht ti ngulësh syt dikun te një objekt ose te një flag ose është. Përsëritja është edhe kur bën shi. I keni pa fëmijët për shembull, keni qenë fëmijë vet, kemi qenë fëmijë vet. Kur bën të shi, mulishim syt ajo pika shiut që bën. Edhe habiteshim aty. Bile do të na vite dikush me na shkun për me na sjell në vete, me na sjell në këtë realitet. Pa. Pse se shpirti jon ka filluar me udhëtu në realitete të tjera, ose në dimensione të tjera. Përmes përsëritjes. Po përsëritja është gjë e bukur shumë. Po edhe meditimi është gjë e bukur shumë, edhe falja për shembull. Janë besimtarët muslimanë, falënderoj Zotit, vëllezërit muslimanë krijuesin që falen 5 herë në ditë. Edhe kjo falja 5 herë në ditë, kjo është mrekullia vet. Pra ju mendoni që ka njerëz specifik që e ndjejnë këtë që në voglit të hershmet e pasaj me kalimin e kohës ndërgjegjësojnë që e kanë dhe e shtojnë dhe më shumë, punojnë me të, me veten. Nuk ka diçka fikse në këtë gjë, nuk ka një recetë fikse. Mund të jetë edhe që fëmijë që ka si dhun tillë i ka ardhur dije prej atyre projektimeve në jetë të tjera apo prej projektimeve në fillimit të jetës në këtë jetë, për shumë ndodhi edhe ajo çfarë mund të ketë ndodhur në jetë. Por një njeri mund ta ketë këtë vetdije, për shembull mund ta marrë këtë vetdije edhe këtë lloj ndjenie edhe kur është 70 vjeç, kur është 70 vjeç, në vitet e fundit të jetës vet, ose edhe në ditët e fundit të jetës vet. Okej. Nuk është diçka e caktuar. Po, mund të jetë e kundërta. Për shembull, nëse një pjesë e përdorin për mirë, po mund të përdoret edhe për keq? Për të bërë keq dikujt? Qasja me përdorë për keq ekziston, por nuk mund ta përdorësh për keq këtë sepse pastaj është bumerang. Një prej ligjeve të funksionimit të universit është edhe ligji bumerang, domethënë. Edhe përndryshe me përkthy në fjalë popullore, atë që e bën tjetër pritet se mund të kthehet ty 10 fish i 100 fish. Edhe kthehet jo vetëm te vetja, por kthehet edhe te familja dhe te pasardhësit pastaj. Kështu që ai që mund të bëjë keq sepse ka njerëz sa duhet që bëjnë keq. Ti jo thash, për shkak edhe të asaj që ata duan me bëj keq, duan me kanë ato frekuencët e ulta, duan me kanë toksik, duan me kanë negative të tjera, po ama është bumerang. Ato e din tashmë se çaj gjën edhe ato, edhe në këtë jetë edhe në jetë të tjera, plus edhe çaj gjën pasardhësit e tyre pastaj. Që është një fare. Në qytetin e Shkodrës, të paktën, pa i përmendur me emra, njehen 4 personazhe, të cilët kanë aftësi shëruese. Nuk përdorin medikamente, mund të përdorin diçka, ndonjë shërup, 2 blete, gjëra të tilla për të bërë një masazh ose një zonjë nderuar konsumon hudra dhe pastaj shëron shikimin përmes frymës dhe disa fjalëve. Pra janë të paktën 4 personazhe për cilët flitet mirë në qytet, sepse Shkodra nuk të fal kur vjen puna tek abuzuesi. Domethënë një herë e tregon që abuzohet, por për të 4 flitet mirë në qytetin e Shkodrës dhe raste për shembull kur fëmijët nuk gjejnë në thojza derman me bajamet, me mjekime, shkojnë te ta persona, ekziston një metodë të fërkuarit të fytit apo gjëra të tilla. Kemi të bëjmë dhe këtu me bioenergji apo jo? Po mund të jetë bioenergji, ose mund të jetë dije e kombinuar me bioenergji, domethënë. Mund të jetë edhe ky rast.
Po ka njerëz që kanë aftësi shëruese, veti shëruese, po themi, jo aftësi. Aftësia është diçka që pastaj kultivohet edhe shumohet edhe rritet pastaj me kalimin e kohës, me përvojë, një jetë kështu më radhë, po veti. Edhe këto veti shëruese ka njerëz që, për shembull, drejt i bën shpirti themi ne, një gjyshe, unë kam pasur në gjyshe e madhe. Gjyshe nanës time. Prej Kallmetit me origjinë edhe kur na vinte aty te shtëpia e Dajave, unë isha në atë kohë, kam qenë i vogël, po isha shnetlik. Deri ka klasa e parë dhe klasa e dytë kam qenë shumë shnetlik, domethënë. Edhe probleme me bajame, probleme pastaj me reumatizmin, probleme me lloj-lloj çështje të ndryshme të shnedit që lidheshin kryesisht me ambientin ku jetonim, se jetonim në varfëri, në lagështirë, në myk etj. Domethënë po, nëse, po mund të ishte edhe syni keq. Jo mund të ishte, po ishte. Kur shkonim edhe takonim këtë gjyshin e madhe, këtë gruën e madhe, me të vërtetë me trup madh, po edhe të madhe edhe në energji. Unë e njeh energjinë e saj me qindra metra larg, domethënë. Edhe njehesha e shëruar për saj të paktën për 1-6 muaj ose një vit rresht mbrapa. Mandaj kur më kapte prap ajo lloj probleme ose pastaj prap kërkoja gjyshin se më shku me taku gjyshin e madh. Pra ajo ka qenë një shpirt shërues. Pra ka pas edhe ndoshta edhe misionin e vet në jetë, në këtë jetë ka pas shërimin. Sikur ky person ka edhe persona të tjerë sa dush që kanë misionin e tyre, kanë shërimin, kanë shërbimin edhe shërimin për njerëzit. Me metoda të ndryshme. Ajo s'kishte nevojë fare, ajo veç duket beku. Ajo të jepte urimet edhe bekimet. Sikur e thashë në urim, përmes urimit bëhet transformim, rritje frekuencore. Po ku ka ditë ajo gjyshe e madhe për shkak se çfarë është frekuencë, çfarë është rritje frekuencore, çfarë është energjia, çfarë është bioenergjia. Ama e kishte këtë aftësi, po themi ose këtë veti për me përcjell energji shëruese kudo, te çdo njeri si takote. Të mirë jo të mirë, të afërt e të largët, të madhe të vogël, pa asnjë lloj dallimi. Ishte përcjellja e saj dashnjisë pa kurzuar, edhe të gjitha aty në energjive shëruese që i përcjellte pa kuvizim, pa asnjë lloj kursimi. Edhe përfitojnë të gjithë. Ky rast mund të jetë edhe ky rast tjetër, pra, që dikush kombinon bimët me energjinë e vet. Dikush kombinon ujin me bimët, me suplemente me frekuencë të lartë, me minerale, me energjinë e vet. Energjia vet nuk është energjia vet, është pjesë e energjisë universale, po themi në këtë rast energjia vet për të kuptuar më kollaj. Nuk është edhe uji i gjallë që nikon shumë, Është uji i gjallë, po çfarë është uji i gjallë? Jo vetëm uji i bekuar, po uji i gjallë, uji i burimeve. Uji atyre bjeshve në Malsi, ai është shumë shërues. Para ecën vitesh shqiptarët nuk ishin në spitale. Vjen para shumë vitesh, vjen edhe siç në Kamet edhe kishe shënë eufemizëm dhe konsiderohet ndryshe për burimin që kalon përmes ambienteve të kishës që është shëruese për fëmijët. Po. Është një rast. Kur vjen Edi Durham dhe kalon këto viset tona, kryesisht Malsi, domethënë Malsi prej, po themi, prej Ndibër hyn pastaj në Tropoj, Mirdit Tropoj, kalon deri Malsi të Madhe. Edhe lanë përshkrimit e veta diçka që ishte karakteristike për ne, për vendet, kryesisht vendet e Malsisë. Thotë këto njerëz malësorë, thotë, as të pashëm, thotë edhe as elegant, edhe burrët edhe gratë, jo mbi peshë, pra, kur vendet e tjera të Paranorës Osmani ishin shumë mbi peshë. Kur pas mënyrën se si u sheshin, ishte krejt e ndryshme për vendet e tjera të Paranorës Osmane. Çfarë ndryshonte, thoshte? Në këtë vend nuk ishte fare as doktore as spitale, në vendet e tjera kishte edhe spitale. Këto harin mish një herë në muaj, a hanin apo hanin mish një herë në muaj? Edhe hanin mish vetëm atëherë kur ju vinte një mik. Në mysafir, atëherë rezervonin mishin për ato, përfitonin edhe familja pastaj për të hëngur mish. Ndërkohë u sheshin shumë lehtë. Uji i gjallë i këtyre burimeve ishte ai që ndikonte pastaj edhe te çënia me elegancë, te po themi forma e trupit që ishte elegante etj. Edhe te çënia e shneshëm. Ushqimi i gjallë kryesisht. Ushqimit pa gatuara. Po ushqimi i gjallë është përcjellet bioenergji si një prej atyre që ndikojnë më shumë shërim. Do doja të bëja shumë pyetje për të shuar kurrëshën e gjithë audiencës që po na ndjekin sidomos kur jemi dhe në jetën tonë të përditshme. A ndikojnë frekuencat te këto dashuritë me shikim të parë? Te dashuria futet bioenergjia? Po patjetër futet. Si. Sepse pikërisht duam këtë person, ose na tërheq midis një grumbull dhe ku diun 50 vetash, pikërisht ai personi që s'po na shikon fare. Na mbeten syt atje dhe ndjejmë që nuk i heqim dot syt.
Pse pikërisht? Mund të jetë edhe një dashni e pa konsumuar me një jetë tjetër, që ka pastaj edhe për të realizuar dhe për të plotësuar këtë jetë. Dhe kjo është, do të thënë, është ajo, sidomos rastet e dashnisë me shikin parë, kjo ndikon shumë. Do të thënë, mund të jetë një dashni që akoma është përjetuar si dashni platonike një jetë tjetër, kaluame, nuk u realizuar, nuk u plotësuar, edhe pastaj erdhe edhe plotësohet në këtë jetë. Shkon deri në martesë, mund shkojë deri në thjesht në dashni. Është një proces edhe ky. Akoma sa është konkretizuar, sa është kurorizuar në martesë, mund të kurorizohet martesë një jetë tjetër, varet se si vjen. Ama kjo është plus pastaj edhe nivelit frekuencor. Në momentin që ti je nivel frekuencor të lartë, ti arrin të bashkohesh edhe të bash energji me atë person që është në atë frekuencën tënde. Në momentin që nuk je në atë nivel frekuencor, atëherë pastaj mund të kesh lloj-lloj projektimesh që nuk janë ato dashurisë, mund të jenë thjesht projektime, thjesht eksperjenca. Eksperiencë jetësore quhet edhe kjo, po dashnia tamam është ajo që është nivel të lartë frekuencor. Kur shpirti jot është lart, edhe kur shpirti për shembull i partnerit ose partneres është lart. Atëherë ndodh ajo dashnia që është ajo me scintilo si thonë italianë. Okej, me goditje të përqendruar. Shoh që mbani një unaz, materiali i saj është serm apo ar? Nuk e dalloj dot po këtu. Serm është argjendi. Serm. Po. Pra ju mbani, po, argjendi, kështu sepse këtej në Shkodër i themi serm. Serm i thamë edhe unë. Serm, po, okej. Pse? Po është një farë dije, domethënë që përcillet. Unë e pëlqej shumë argjendin. Edhe e kam një që fëmijë që lidhet me argjendin. Argjendi përndryshe quhet në bioenergji minerali i dritës që ka lidhje frekuencore me frekuencën pastruese, purifikuese, edhe mbrojtëse, edhe shëruese të hanës, ndërsa ari ka lidhje shumë me diellin. Unë në numerologji kam lidhje me diellin shumë edhe me hanën shumë. Mirë po meshkujt si dije, që është përcjellë edhe në kulturën islame shumë, prej profetit Muhammed alayhis salam që ka qenë një njeri jashtëzakonisht dietar dhe i ditur. E ka përcjellë këtë dije se pastaj është konfirmuar edhe prej studimeve para disa vitesh prej një grupi studiuesish, një profesoreshe në Harvard. Edhe thuhet se argjendi përkon shumë edhe, domethënë, krijohet një farë përputhje me energjinë maskullore, sepse kjo ka energji femërore shumë, argjendi. Kur ti vendos ar te mashkulli, ka përplasje frekuencesh. Ari ka energji maskullore diellit, plus ti ke energji maskullore me shumicë, si mashkull atëherë ka përplasje frekuencet. Edhe ato njerëz kryesisht që vendosin, për shembull, djemë të ri, dikur kur ishte më në modë, tash më pak, që vendosin vargojt e arit, dilnin për shembull dhe banin aventura të ndryshme në emigracion, XY s'ka rëndësi, dhe vinin me vargojt e arit, ato njerëz pastaj ishin shumë dopt në energjinë maskullore. Edhe fillojnë u binin flokët pas 2-3 viteve, binin flokët, apo kanë binte testosteroni, binte fuqia maskullore kështu me radhë. Pra kishte përplasje. Argjend? Vetëm argjend. Po femrat? Femrat edhe argjend edhe ar. A mund t'i majnë të dyja sepse të dyja femrat po. Pas kam bë mirë sot. Po. Kam edhe argjendin në dorë, edhe në qafë kam arin, sepse njerëzit thonë nuk duhen të dyja bashkë. Jo, përkojnë të dyja. Për shembull te femrat, te gratë edhe në atë që është, po themi, kulturë apo traditë e të parëve tonë, është përfill kjo lloj diete dhe dijenie. Për shembull te gratë, te nuset e reja, është marrit edhe xherdani i solive të arit edhe i solive të argjendit. Po. Ato kanë ditë, ka pas për shembull familje shumë pasura, kanë ditë me majt vetëm ar. Jo argjend që ishte në vlerë pak më pak se sa ari. Po, është vërtet. Po pse kanë majt argjendin? E kanë majt për mbrojtje, për përthyrjen e energjisë negative, për përthyrjen e syrit keq. Për shembull te fëmijët ndjep, te foshnjët ndjep. Maj një byzylyk apo një pare sermit. Dhe për çfarë maj? Për mbrojtje. Mirë, po sermi argjendi që me prekje ka fuqi të jashtëzakonshme edhe antibiotike, domethënë antibakteriale, antivirale, antiseptike. Ka fuqi të jashtëzakonshme edhe në këtë aspekt, jo vetëm edhe është përdorur deri në vitin 1938 në gjitha spitalet publike dhe private të Evropës, po edhe të Amerikës, është përdorur si antibiotiku numër 1 në këto spitale. 1938 e mrapa në vazhdim, për arsye që shumë njerëz i kuptojnë e i dinë tashmë, s'ka nevojë me i thanë, me i theksu. U hoq argjendi prej qarkullimit edhe u futen antibiotiket, lloj thas me ilaçe pastaj kështu me radhë. Sepse do shiten, këto ilaçe do bëhet biznes. Nëse mos thym në ato muhabete që pastaj nuk na del shumë gjatë muhabeti. Argjendi përdoret shumë edhe te pjesa, po themi te këto
Te lu dhe pirunë kush e ka të Te nevojshme ushqimi te patjetër, po kuzhinës. edhe te rrethi këtyre që merren me mbijetesën, me kulturën e mbijetesës, për shembull, larg qoftë kur ka një problem që mund të ketë një tërmet ose një katastrofë ose tjera, edhe nuk ka ujë të pishëm, për shkak se u prish ujësjellësi kështu me radhë. I vetmi produkt që garanton pastërtinë 100% bakteriale, po edhe në aspektet tjera toksinave të ujit është argjendi. Pra, runi ato stolitë e argjendit, ato parat e argjendit ose urnazat e argjendit, sepse mund të na duhen larg qoftë një rast që mund të jetë kohë e vështirë për neve. Dikur për shembull marinarët anglez, kur udhtojnë me anije, që udhëtimet me anije prej në Angli deri në Indi apo deri në Amerikë Veriut ishin rreth 6 muaj shkojnë më të kohë. Vitet 1700-1800. Kishin dy produkte për të ruajtur ujin e pishëm në anije për ta ruajtur si ujë të pishëm, ujë të pastër. Një ishte rumi, që është pije alkolike, dy ishte argjendi. Ata rumin e pinin se u bën pijanesët pa të mëj, ndërkohë. Edhe filluan edhe konsumuan rumin, edhe rumi pastaj mungonte edhe uji baje ashtu sikur baje edhe i smurt ato. Edhe u çasin direkt te argjendi. Vendosin parat e argjendit, ato monedat e argjendit plus edhe soli e argjendit dhe marrin ujin pastër për 6 muaj, për 6 muaj deri në 4 muaj shkojnë me argjend. Sa zjasë lundrimi. Okej, disa këshilla të tjera për zonjat e shtëpisë që janë duke na ndjekur dhe duan të dinë çfarë do të kemi parasysh në shtëpi. Po ja këtu është kuzhina, ky frigoriferi, këto janë dritat, ato dritare që duhen hapur, pse kur hym ndonjëherë në ndonjë banesë ndihemi si çuditshëm, aty ku kanë jetuar më përpara ose kur blejmë një banesë, çfarë duhet bëjmë me të? Po pikë parë herë duhet merrem me pastrimin energjetik. Se zonjat e shtëpisë merren tankohen me pastrimin edhe higjienën e vendit, kjo është shumë e mirë. Sepse higjiena fizike dhe pastrimi fizik është pjesë e higjienës edhe pastrimit të ambientit, po ama pastrimi energjetik duhet ta kenë me patjetër vëmendje. Edhe pastrimi energjetik bën shumë kollaj. Kush ka ujë të bekuar, që merret në vendet bekumi, në vendet mira, edhe kryesisht janë ose në këto vende shenjta, në kisha, xhamia, ku ka vende shenjta, ose mund ta bekosh vetë ujin, duke i thënë fjalë të mira, duke lutë Zotit dhe duke i thënë fjalë të mira. Edhe ngarkon me atë energji të mirë që pastaj edhe e hedh si ujë të bekum. Kush ka argjend koloidal, tërësinë e argjendit, argjendi është numër 1 për pastrimin e çdo lloj entiteti, paraziti energjetik, dukshëm ose pa dukshëm që mund të ekzistojë në shtëpi. I ban me dal vetë në mënyrë paqësore, veç hapni një dritar dhe hidhni argjend, spray. Si e hedhin, në çfarë forme? Në formë spray, mund ta hedhni sidomos nëpër çoshe, se çoshet janë ato. Është solucion që blihet? Blihet ose blihet kudo në internet ose blihet edhe nëpër farmaci, domethënë mund të ketë edhe nëpër farmaci. Si klikojnë? Ose si e porosisin farmaci? Kërko argjend koloidal në internet dhe dalin adresat e argjend koloidal. Domethënë një prej këtyre që e tregtojmë dhe e prodhojmë dhe e shesim është edhe bioenergji 77, domethënë. Po ka edhe institucione të tjera që e shesin kudo, edhe në vende të tjera, për shembull, po ti je edhe në Evropë, ka në Zvicër, ka në Itali, ka në Gjermani, ka në vende të tjera, në Angli, pra porositet. Po. Ju vetet posedoni, nëse njerëzit kontaktojnë me ju, pra mund të kontaktojnë për gjitha këto që ne themi direkt me ju në rrjetet sociale. Bioenergjia 77. Po. Okej, kjo është adresa ku mund të kontaktoni me studiosin Mondi Vllashaj, Bioenergjia 77, edhe në Facebook edhe në Instagram. Instagram, me këtë adresë, mund dalin shumë pyetje, por unë do mundohem vetëm kohën televizive ta shfrytëzoj. Edhe diçka të shkurtër domethënë për pastrimin energjetik, nëse kanë mundësi, bimt mjekësore me frekuencë të lartë, që janë esenca kryesisht heterovajore, që janë shërbela, është rozmarina, është lavandra, është dafina, trumza. Këto bimë i mbledhin bashkë të paktën 3 prej këtyre bimëve, edhe një enë që është zjarr duruese, enë dheut ose metalike. Mund ta vendosin 2-3 zjethe për shembull dafine, pak shërbel, pak trumës ose rozmarinë dhe e djegin. E djegin dhe këtë tymin këtu, këtë tymnajën që është, këtë ta shëtisin qoshën e shtëpisë. Çfarë bën kjo? Kjo pastron jo vetëm energjinë e ambientit shtëpisë, por pastron edhe ajrin. Edhe ai ajër, kjo tymnaja këtu, po të hyj në mushnit tona, vetëm bën një proces pastrues, edhe në aspektin fizik. Por largon bakteret, e mush me ato jone negative që thamë përpara se është energji pozitive jone. Edhe s'bën gjatë tjetër veç fillon të pastron edhe mushkërit. Po jo vetëm mushkërit, po pastron edhe ambientin përreth shtëpisë. Kudo, nëpër çoshe, në banjo, një magazin që është diçka e ndarë e veçantë. Thjesht është e rëndësishme që të lihet një dritare e hapur, sado pak hapur, domethënë është kohë dimrit, është kohë
e ftohtë, po të pallë një 5 cm të lehtë e drejtare e hapur që të qarkullojë ajri. Po më kujtohet një shoqes time, ka ndonjë metodë se si e bëjmë burrin të na afrohet sepse e shohim të ftohtë kohën e fundit. Ka metoda të tilla sepse gjithmonë flasim për shtëpinë dhe e bëm gruan shumë shtëpiake, por duam ta shohim në planin edhe romantik gruan. Po pikë parë herë mund t'i përcjellësh fjalë të mira burrit edhe kështu me zërin tënd të jashtëm, edhe me zërin tënd të mbrëmshëm. Ne me zërin tonë të jashtëm duke qenë një çik edhe në rrethonat XY apo nganjëherë edhe pas një konflikti të mundshëm, nuk kemi mundësi me ia thonë ato sepse ndoshta edhe kultura jon, vendit tonë, edukata jon e tjera nuk bën që ne të çik mashkullin stoik. Po, ti jemi kështu në distancë. Po. Por me zërin tonë të mbrëmshëm. Mund t'ia thuash burrit me zërin tënd të mbrëmshëm, fjalët më të mira, urimet më të mira dhe fillon ai bën alkimi, e çon në frekuenca më të larta. Edhe kjo e parë. E dyta është edhe është një gur i çmuar quhet opal. Opali përdoret shumë sidomos në rastet e çifteve të reja, po edhe çifteve në përgjithësi, që duan të kenë marrëdhënie besnikërie me njëri tjetrin, uljen e xhelozisë. Edhe në moment që ti e përdor opalin, e vendos për shembull poshtë shtratit, ose ka edhe nëpër argjendari besoj se do të ketë varse edhe unaza me gur opali. Ai është super i fuqishëm sidomos tek kjo përmirësimi marrëdhënie në çift, marrëdhënie bashkëtorë, domethënë. Dhe i bën burrë e gruas të jenë besnik në njëri tjetrit dhe fillon të ulet xhelozia pastaj. Që pasi mi hapur punë dyqaneve të argjendarisë aty do ta kërkoni. Po opal atje për shembull mund të kuptoj vetëm aty. Po. Nuk është i shtrenjtë sigur. Po sa do që të bëjmë femra, guri femra do ta blejnë atë. Ju kemi hapur shumë punë. Opal, kërkoni opal, ku do ta vendosin? Në? Po shtratit është mirë. Si poshtë. Te shtrati, te këmbët e shtratit poshtë. Okej, poshtë. Do të thonë mua aty në dysheme poshtë shtratit. Po. Edhe e përcjell frekuencë të jashtëzakonshme, besnikërie edhe ul xhelozin maksimum. Shumë interesante. Rrit vetbesimin te njerëzit, te dy bashkëshortët. Edhe në moment që njerëzit kanë vetbesim, kanë besim te njëri tjetri, s'ka xhelozi, s'ka më as konflikt. Po në raporte vjernuse, si mund të përmirësohen? Opali nuk bën punë. Jo, opali nuk bën punë, po. Janë disa grindje që e ka dhënë fati të jetojë me vjerrën, për shembull. Se ta zgjidhin këtë. Aty ka klima, kam më shumë edhe te klima e përgjithshme e konflikteve në një familje që disa thon po atyre se mungon asgjë, po ata i kanë të gjitha karakteristikat, ata duhet të ishin familja më e mirë në botë, por është një elektricitet shumë i keq në familje që ka konflikte të vazhdueshme. Edhe këtu për shembull, edhe për harmoni, po edhe për shorim përdoret kuarci shumë. Domethënë që përdor kuarc ka shumë edhe në veri, domethënë, sidomos te kjo rruga e prej Fusharrës deri në Tropoj, ka shumë, ka në sipërfaqe, por kuarci ke kudo në malësitë tona, edhe në veri edhe në jug. Kuarci përdoret shumë këtë rast, por mund të përdorni shumë edhe bakrin. Bakri është jashtëzakonshëm për të qetësuar edhe për të rehatuar, për të pasuar atmosferën kudo ku jeni, domethënë. Sepse i pjesë e mirë e ngarkesave vijnë edhe për shkak të valve, edhe ngarkesë me valë elektromagnetike, të tepërta. Për shembull. Janë valët e telefonit, janë valët e televizionit, janë valët e radiove marsedhanse kryesisht që punojnë këto sektorët e policisë, të ushtrisë, por edhe kompanitë private që i përdorin, këto kanë nikim të jashtëzakonshëm. Antenat që janë mbi Antenat po ashtu pastaj që është përtej asaj që është grinje, antena është edhe smundje, po. Unë po them për këto që interferojnë kudo. Interferojnë në ambientet familjare. Momentin që vendosni një tel bakri te dhoma e xhumit, te vendi ku rrini, te vendi ku gatuni etj. Fillojnë të përjashtojnë këto lloj nikimesh. Nëse vendosni monella bakri, ato monellat e bakrit, për shembull sidomos ato që janë me 50 lekë vjetra ose 5 cent, që janë tamam bakri. Ato nganjëherë edhe janë përzierë me zink ose me bronz, po sidoqoftë kanë përqinë e bakrit të. Ajo ndikon shumë edhe për bollek, për tërheqje bollekut, por edhe për normalizimin e këtyre frekuencave. Këtyre ngarkesave të telefonisë, të valve të ndryshme, prej televizive, telefonike. Përmend edhe fjalën bollok, pra bakri, është ai sepse ne vetëm të mira duam në jetë dhe gjithmonë urojmë që të kemi ato. Bolloku sigurohet përmes telit të bakrit nëse ndikon. Se jo se ne na mbushën valixhet sapo të vendosim telin e bakrit të varur diku aty në kuzhinë të kuzhinës. Bolleku lidhet me frekuencat e larta, domethënë, dhe një prej mineraleve të shmuara që njihen bioenergji, një prej 7 mineraleve më me vlera të larta frekuencore që ta afrojnë te bolleku është edhe bakri. Po është ari numër 1. Është argjendi, pastaj është bakri. Pastaj ka edhe minerale të tjera.
Por në moment që ne nuk kemi monedha arit për të vendosur kudo në shtëpi, njëjtë si monedha arit, se për ndryshe do ishim më të pasurit e vendit, do duhet me çuar në bank, pastaj me siguru se fillojnë edhe shqetësimet edhe fillojnë pastaj pas shqetësimit edhe frekuenca ulit e kështu me radhë. Le të fokusohemi te bakri, se bakri ti e ke të mundshëm. E vendose i 100 monedha të vogla, 5 lekëshe të vjetra të vogla, bakrit, ajo ndikon shumë edhe te rritja e bollekut, sepse rrit perceptimin e trurit njeriu kur i shef ato monedha, rrit perceptimin e bollekut. Edhe ato mund të jenë me ngjyrë bakrit, por i afrojnë edhe arit, e kupton. Plus frekuenca e bakrit është shumë më afër frekuencës së arit. Edhe po ashtu ndikon shumë edhe në mbrojtje. Edhe mbrojtje këtyre valve që tham, domethënë se është e domosdoshme. Në moment që tu harmonizuar në valv, atëherë fillon edhe lehtësohesh edhe në frekuencën tënde, edhe fillon edhe lartësohesh edhe rritesh në energji. Qartë. Në gojdhënat shqiptare përmendet shumë kripa. Për shembull, nëse një gruaj është e zanë, i hedh krip, kur ajo është e përkulur, ti mund të arrish të kuptosh, po e tundi kokën nëse do të jetë vajzë apo djalë, fëmia që ka. Ose kur bjen shi që të ndalet shiu, ne hedhim krip, gjëra të tilla që kanë zona të ndryshme. Ka efekt kripa? Po kripa patjetër se kripa edhe përcjell energji, domethënë. Edhe merr energji edhe përcjell energji, është një përcjellës. Te ajo krip ka mbi 82 minerale. Domethënë ndeti ekzistojnë mbi 82 minerale. Pra, jo çdo lloj kripe, jo kjo e bardha që ne blejmë. E zeza kryesisht. E zeza, bëj fjalë për kripën e zezë, po, origjinale. Ato minerale janë gjëne të bio të konsumueshme, po janë minerale, edhe marrin frekuenca, shpërndajnë frekuencën. Çfarë shpërndajnë frekuenca? Atë që i përcjell ti. Përcjellë me një të mirë diçka që është dëshirë e pasur shpirtërore, qëllimi i pasur shpirtëror, fillon edhe rrit frekuencat tuaja, rrit fuqinë tënde manifestuese, e kupton. Jo vetëm kripa, po ka edhe një seri për shembull, kryesisht arja është që ndikon shumë te fuqia manifestuese. Për ndryshe ari koloidal është tretësira e arit që ajo ndihmon shumë, po njerëzit për shembull kur duan të rriten frekuencë, ju këshilloj të shkoni pini kafen aty te ato kafenet afër argjendarive. Sepse vendet që afër argjendarive kanë frekuencë jashtëzakonisht të lartë. Ku doni me di se ku mund të ketë frekuencë të ulët? Frekuencë të ulët tani e bërë kafe 1500 lekë afër argjendarive. Tani që mësuan këtë rritet çmimi i kafes. Unë për shembull personalisht shkoj edhe zgjedh kafe edhe habitin shok. Zgjedh kafe afër argjendarive. Vërtet, ë? Po. Pse edhe kur ju tregoja me shaka këtyre ato pastaj nuk i besojnë, po thonë apo është duke bë humor mundi. Kam shku pastaj her pas here i kam pa këto shokët e mi, i kam pa aty, i kam gjetë aty. Okej, se u bën dhe ndjen dhe ata, jo vetëm nga po, e ndjen efektin. Efektin e kësaj. Ose për shkak ku ka lule, lulishte, domethënë ku ka energji të mirë, ku ka bim. Na ndodh shumë herë, për shembull dhe mua personalisht më ka ndodhur që nuk kam pasur gjë të lehtë të veshur për të krijuar elektricitet, por kur mbyll derën e makinës, ndjej një kështu gërcitje energjie të papar, ose kur jap dorën disa personave, kemi një gërcitje sikur ra një mini rufe e vogël aty. Çfarë është kjo? Sepse nuk rezulton që ta kem nga veshja. Po shiko, është energji elektrostatike, domethënë është përqendrim i energjisë ose një trup elektrik i zhvilluar. Trupi elektrik që është nën shtresë e disa prej trupave të aurës. Ne kemi aurën, kemi trupin fizik dhe kemi aurën me 7 shtresa të ndryshme, domethënë. Edhe si në shtresë kemi edhe trupin elektrik. Kur kemi raste kur kemi përqendrim të madh të mendimeve, qasje në mendime apo në reflektim, apo kur kemi raste kur kemi pas meditim të thellë ose lutje të thellë ose projektime të thella që nuk janë lutje, po thjesht janë projektime, eksperjenca të forta. Kjo energji elektrike akumulohet shumë te trupi jonë dhe kemi nevojë me shkarku. Në momentin që ne nuk tokëzojmë, tokëzimi si bëhet? Tokëzimi bëhet hiç kpust edhe me kam zbathën në rrugë, kontakti drejt për drejt me tokën apo? Atëherë në momentin që ne ecim në kontakt drejt për drejt me tokën, fillon edhe tokëzohesh edhe fillon e kualidohet energjia jote me energjinë e tokës. Energjia e tokës është 7.40 Hz, ashtu është edhe e trupit, e tokës si planet, jo tokës e dheut, po. E tokës si planet është 7.40 Hz. Po ashtu është edhe trupi tanë në gjendje normale. Gjendje që nuk është normale, që ke ngarkesë shumë, ose për këtyre eksperiencave jetësore, ose për ndoshta streseve të mëdha, ose për jetime të tjera, fillon të ngarkohet tepër. Ti në moment që nuk ke bërë tokëzim, ose me tokën, ose në ujë, ose në përqafimin e një pemë, ose në përvelen e luleve, ose te një mace. Vërtet, te mace? Është shumë shëruese edhe shumë tokëzuese. Mace? Po. Në shkuptim.
masja të merr shumë energji për atyre energjive që i ke ti të jone pozitive, energji negative, ta merr pastaj edhe përcjell vetë ajo te toka. Pra është mirë që ne të mbaj macën në shtëpi. Patjetër, jo vetëm për këtë, po edhe për shumë gjëra tjera. Sa ankohen të gjithë për macet, jo pushi, qimet, që do mi lërë mbi divanet gjitha, por kur mendon se çfarë efekti pas ka macja, kjo është. Macja veç kur të bën ata prrr kështu. Lëshon ato frekuenca shëruese, ne mendojmë se është duke gërhit. Ajo është duke lëshuar frekuenca shëruese, duke shëruar ty. Vërtet? Po. Është dietare e jashtëzakonshme, është një qendër ndërdimensionale. Domethënë jo vetëm në këtë dimensionin, por në këtë dimension kjo ne e shohim kështu sikur është, po në dimensione të tjera varet se si është. Pra ka dije të jashtëzakonshme, ka aftësi shëruese të jashtëzakonshme të akumuluar me ajo maca aty. Sidomos macet që kanë më të shkruar në ballë. Macet mueza ose muezin, domethënë. Dhe profeti Muhammed alayhis salam në librat e tij, në ato dijet e tij ka përcjell një porosi të posaçme për kujdesin për macet, por sidomos për macet mueze që janë shumë shëruese. Këto që kanë më të shkruar në ballë. Po, që kanë strukturën e ballit me rrudhën që krijo disi figure. Po, dhe e kanë formën e m, e kanë me ngjyrë. E ke parasysh me ngjyrë tjetër dhe dallohet ajo. Prej e murme, m është pak e verdha, e ke parasysh? Shumë interesante. Hyni në Google ose në YouTube dhe kërkoni macet mueza ose muezin dhe dalin se. Po, kush ka macën në shtëpi tani e ka sjell macën aty për t'i parë karakteristikat po. Por shkarkimi i kësaj elektricitetit mund bëhet edhe duke për shembull te përqafim nane të bën. Te përqafimi prinjve. Te përqafimi njerëzve të tjerë me energji më të lartë se sa ti. Nuk ka kalojmë atyre apo jo negativisht? Po patjetër ato e marrin ato në mënyrë edhe të pavetdijshme e marrin, sidomos nanat. Kur i përqafojnë fëmijët e vet, ja marrin atë energjinë e tepërt. Ngarkesën e tepërt edhe elektrike. Duhet të përqafojnë vazhdimisht fëmijët, ëh? Sidomos ata që janë hiperaktiv, duhet që pak energjinë. I qetson te nana qetsohesh. Te baba jo. Energjia femërore e nanës është shumë më shëruese edhe është marrëse, nuk është dhënëse. Energjia e babait është energji mashkullore, veç jep. Edhe babai mund të përqafojë, po përqafimin e ke vetëm thjesht jo në aspektin e kolaudimit të energjisë. Mund të jetë diçka përcjell energjinë e vet atrore, mirësinë e vet si njeri, apo energjinë e vet po ashtu, por nuk është marrës. Nana ka energji femërore, është marrëse, të merr gjithçka që e ke tepër. E merr edhe ajo përcjell vet, pastaj Zoti e din se ku çon duke prek luleta, duke prek një masë edhe ajo vet apo duke tokzuar ajo vet pastaj. Pra ka bën një punë që s'e ke pa ti ndërkohë. Qartë. Tokzimi. Shikon, unë jam shumë e sigurt që kemi shuar shumë kurreshtjen dhe për më tepër për një pjesë të audiencës është temp totalisht e re, sepse shumë pak është hulumtuar për bioenergjinë. Megjithatë janë dhe ata skeptikët që ne mund të kemi dhënë shembuj këtu, po ke parasysh si reagojnë një pjesë e shqiptarëve. A kemi diçka për t'ju thënë këtyre shqiptarëve që kanë qenë mosbesues deri në fund të bisedës? Po, do të thosha kështu që, domethënë, nëse ata i qasin bioenergjisë, do i qasin veç me besim te Krijuesi, me besim te i Madhi Zot. Besojnë ato njerëz që punojnë me bioenergji, po punojnë me bioenergji me besim te i Madhi Zot, në kontakt me Krijuesin, në komunikim me Krijuesin. Me këtë komunikimin me zërin e brendshëm apo me zërin e jashtëm nuk ka rëndësi. Ka pas raste sa dush kur mund të ketë pas edhe teprina, abuzime kështu me radhë, domethënë, po ato njerëz pastaj kanë zgjedhur se me kemi punu me të bardhën e me të zezën, me errësirën apo me dritën, domethënë, qasuni dritës, kjo është. Okej. Ka dhe një pjesë të teleshikuesve që kanë shumë pyetje që nuk erdhi radha për t'i bërë në studio. Si mund të komunikojnë me ty, si mund të realizojnë një komunikim? Ju realisht banoni në Tiranë, por si mund të lidhet ky kontakt? Unë jam në rrjetet sociale me emrin Mond Blashaj, domethënë mund të ngjajnë kudo në Instagram, në TikTok, në Facebook. Edhe kam edhe aty kontaktet, numrat e telefonit, pastaj komunikojmë ose un kam një studio që punoj me bioenergji, ose në studio ose në distancë, sepse punoj atë shumë në distancë. Ka njerëz që me mijëra kilometra larg marrin shërbimet e bioenergjisë, trajtimet me bioenergji dhe janë njerëzunisht të kënaqur sepse punojnë sikur thash me dritë. Okej, pra kanë si parasoria mbetet shërimi. Që kanë pasaj të tjerë, po dhe moshat e reja që duan të rinë. Ja, për shembull tani jemi para kohës të hënës plot. Edhe gjithmonë njëti mirë me hënë plot funksionon në mënyrë të jashtëzakonshme në manifestim dhe në realizim të atyre qëllimeve të pasura shpirtërore, domethënë. Ne kemi pas edhe si traditë punën me hënën e plot, që të parë tonë kur kanë mbjell të lashtat edhe kanë zgjedhur kohën e hënës plot.
fejeset, marteset që janë bërë me hënë plot, edhe shumë gjëra tjera që janë bërë me hënë plot, që janë caktuar, gjëra që janë vendimtare, domethënë ose të rëndësishme. Me datë 24 fillon hëna plot, edhe vazhdon deri me datë 24 shkurt, edhe vazhdon deri me datë 3 mars. Që do thotë brenda këtyre datave? Brenda këtyre datave njerëzit mund të bëjnë aplikimin e një jetit mirë, ose në ambient hapur, sipas rregullit 369, që është rregulli i Teslës, i ka mbet rregulli i Teslës, pa faktikisht është kodi i krijimit të shenjtë. Edhe në ambient hapur ato me njetin e mirë, njeti i mirë do të jetë përmes urimit, sikur i thash. Dikush don një shtëpi 3, dikush don një makinë 3, dikush don për shembull një festë, një martesë apo diçka tjetër, sikur një punë 3 për shembull, ose një biznes 3, ta bëjnë njetin sipas kësaj, sikur i thash, me urim, edhe pa kriju kufizime, pa kriju asnjë lloj marrëdhënie me ambicie, me do e mos, me ego në kështu me radhë, për cilët pa asnjë lloj prishmërie, uroj mirësi, mirënjohje, dritë, shërim, harmoni, bollek, begati, mrekulli, edhe i shtëpi 3. Edhe kaq. Përsëritën atë shumë herë, 3 xhiro ditën e parë për rreth vendit ku jetoni ose ku banoni ose ku punoni. Edhe ditën e dytë në radhë 6 herë i xhiro. Në formë ciklike bëhet xhiro, pra në formë rrethit është më mirë, po nëse s'është forma tamam e rrethit, po ata që banojnë në një pallat, si mund t'ja bëjnë? Ti sillen për rreth lagjes aty. Po. Ose mund të zgjedhin për shembull një park ose një lulisht edhe të sillen ta krijojnë vetë atë rrethin imagjinar tyre dhe të sillen aty. Po. Mirë, po në formë ciklike pse? Se duhet kalohet patën 2-3 hapa vendi ku e nise. Ditën e tretë 9 herë pastaj, 9 xhiro. Tashti llogaritë këtu çfarë po bën? Po bën një rreth ciklike apo jo? Po në fushën tonë kuantike, në fushën tonë energjetike çfarë po bëhet aty? Çfarë po ndodh në qiell? Domethënë është pafundësisht energji e jashtëzakonshme. Edhe fuqia manifestuese, realizuese e këtij njeti të mirë, po pse thuhet njeti i mirë në jetë ndryshe. Duke si fjalë dialektore, po është burimore, edhe është shumë filozofike. Nuk është thjesht se ndodhe një fjalë dialektik kështu me radhë, në jetë. Çfarë më thonë në jetë, e ke vendosur në jetë pra. E ke mbjell faren në fushën tonë kuantike që vjen pastaj edhe zbatohet edhe realizohet në realitetin tonë përditshëm të dëshiruar. Atë që ke pas dëshirë. Po kur është e pasur shpirtërore, kjo me dritën, jo me egon këtu, e kupton. Edhe bëhet një fuqi e jashtëzakonshme. Edhe ka ky fuqi kushdo. Pra nuk është se është ai dietari i madh ose ai magjistari apo prestigiatori apo dikush që i ka këto dieni apo çdo kush i realizon. Por ndryshe pastaj është edhe një moment tjetër që është në tre netet kuriozuese, që janë 3 netet e hënës plot, që është data 1, data 2 dhe data 3. Data 3 është tamam bëhet e plotë 100%, po data 1 dhe data 2 dhe data 3 shkojnë bashkë. Kjo bëhet rriti i njetit mirë bëhet mbarësi energjetike. Si ndodh? Janë njerëz në barësi energjetike që mund të jenë me mirë kilometra larg, për shembull dikush në Amerikë, në Kanada, në Gjermani, në vende të tjera, dikush në Shqipëri, dikush në Kosovë etj. Që në një moment caktuar aplikojnë rritin e njetit mirë me hënë plot. Edhe aplikojnë të gjithë për herë, e kupton? Njëkohësisht. Ka disa procedura aty që i përkasin dijet bioenergjisë dhe alkimisë të shenjtë. Edhe aty është fuqi e jashtëzakonshme. Për shembull ka raste kur njerëz varet edhe për nivelit frekuencor ku janë, varet edhe për karma që duke kaluar etj. Po ama ka njerëz që ditën i ditë mrapa, pas këtyre 3 ditëve kanë pas rezultate të jashtëzakonshme. Mirë, po nuk mund të themi këtë se krijojnë prishmëri dhe iluzionet secili ka për vete, ka marrëdhënie me Zotin për vete, edhe ka privatet veten. Mirë, po ka pasur raste për shkak të njerëzit janë pa me shtëpi ose me vetëm nga ky ritual. Po, krejt rastisht. Okej. Ne themi rastisht, po keni hapur vetes shumë punë tani me këtë që thatë, do të komunikojnë sepse sado që thuhen gjërat në emision. Ne themi rastisht, Maraku po për ta realizuar këtë gjë, ka nevojë ndoshta edhe për një këshill nga ana juaj. Ne të falenderojmë, ne realisht sot në emisionin Aroma Shkodër e prishim një traditë sepse emisioni është me 2 pjesë, pra janë 2 palë të ftuarish, ose në pjesën e dytë ne kemi transmetuar gjithmonë një reportazh, por duke qenë se ishte një temë shumë e re, shumë e prekshme. Jo vetëm thjesht na zgjo kureshten, por na ndroi këndvështrimin se si duhet mendojmë për bioenergjinë, për energjinë përgjithsisht, atë që posedojmë dhe për atë që mund të marrim. Unë të falenderoj jashtëzakonisht që e ndatë eksperiencën tuaj, dijen tuaj me teleshikuesit e emisionit të Aroma Shkodre. Edhe shpresoj t'ju kemi sërish për këtë temë, se shumë pak është e trajtuar në Shkodër, pothuajse as pak. Faleminderit shumë që më dhat mundësinë me qenë prezent në Shkodër, me njerëzit e Shkodrës. Unë kam qenë student në Shkodër.
edhe ruaj kujtimet më të mira. Vjen me nostalgji, ndjen atë efektin, atë energjinë, ndjeni sa vini në Shkodër që e keni pasur. Unë ju them shokëve, e din që ju them, lidhet me bioenergjinë shumë, dhe ju them se shikoj, njerëzit në Shkodër janë një rastësisht humoristët më të mirë, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë edhe, po themi edhe në gjithë Ballkanin, mund të themi edhe krahasohen edhe me anglezët, me Evropën. Po pse? Sepse shkodrant e lejojnë veten të lagen prej shiut. Bjen shumë shi në Shkodër, gjithë njerëzit tjerë vendosin çadra, vendosin këto mushamate, këto gjërat e tjera. Kurse shkodrant e lejojnë veten mu lag prej shiut. Po çfarë është pika e shiut? Ka energji të jashtëzakonshme pozitive, ka ato ionet negative që i merr edhe prej tokës, në kontakt edhe me ajrin, në kontakt edhe me energjinë universale, e përcjell te trupi jot, e prek trupin tanë, prek aurën, pikës pare, prek edhe trupin tanë fizik, edhe të shkakon gjithat energji negative që e keti për i jesë përdishme, e shkakon e pastron aurën, pastron edhe trupin fizik, edhe të lejon energjinë pozitive me të lullzu. Po si lullzon, si shihet, frekuencët e larta është dashuria pa kurzuar që është 500 Hz. Pastaj 600 Hz është hareja, gëzimi, paqja. Te hareja, gëzimi, paqja që është 600 Hz, që është 100 Hz më shumë se sa dashuria pa kurzuar, është edhe ky humori i mirë i Shkodrës, ky humori natural që vjen natyrshëm, edhe që të kënaqë shpirtin, edhe atij që thotë, po edhe atij që ndëgjon. Pra ne nuk duhet të ankohemi më se kemi kaq shumë shi në Shkodër, se në fundin kemi kaq shumë humor në Shkodër. Është bekim i madh, edhe bekim edhe shërim, që ta dini. Kjo përflitet shumë edhe, jo përflitet, po thjesht është e përshkruar shumë, edhe te një libër që është mjekësia sipas profetit Muhammed alayhis salam. Edhe thuhet aty që në moment që ti e lejon veten mu lart prej shiut, është një shërim për energjinë e trupit tënd, domethënë. Unë e kam aplikuar këtë lloj dietë, e kam aplikuar sa herë të vetja. Kur isha për shembull jetoja në Kosovë, në Prishtinë, apo në Zagreb, në Kroaci, apo në Itali ose në vende të tjera në Suedi kështu më radh. Kishte efekt. Kur kisha ngarkesë të madhe, kur binte shi, shfrytëzoja rastin që unë shkoja në park edhe të lagesha prej shiut. Okej. Kur gjithë njerëzit që ishin në park shkonin edhe fshiheshin nëpër streh pemësh apo në streh tjera, unë isha midis parkut duke leju veten mu lag prej shiut. Kështu që shiu i radhës që do bie, me herë do mbyllni çadrat, edhe lagun i mirë siç thotë edhe Mondi. Faleminderit që ishit në studio me ne, të gjithë televizionistë që ja e kanë ndezur pak nga mesi televizorin dhe na e kanë humbur atë pjesën e parë dhe kanë humbur goxha gjëra interesante. Mos u bëni merak, sepse ritransmetimi është ditën e shtunë në orën 15:30, ashtu siç e bëjmë gjithmonë në transmetimet tona, dhe ju mund ta ndiqni të plot emisionin pa llogaritur edhe rrjetet sociale Facebook dhe YouTube të TV1 Channel, ku emisioni mbetet, mund t'i riktheni e dëgjoni me kurreshtje gjithsa u tha këtu. Çdo gjë me vlerë që u tha këtu. Natën e mirë, ju lënë shoqërinë e programeve të këtij televizioni.